Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat editarit informativ në RTS Gjirokastra ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen vlerësoi sot se Shqipëria është në rrugën e dur drejt Bashkimit Evropian. Presidentja e EKS vlerësoi ritmin rekord të negociatave të Shqipërisë drejt antarësimit në BE në 3 vitet e fundit. Dy pilot italian Massimiliano Chiani dhe Guerino Tricomi sollën këtë fundjavë mbi qiellin e Gjirokastrës një spektakël ajror mbreslënës. Chiani mbe mbi 20 vite përvojë si instruktor fluturimi dhe Tricomi pilot akrobatik nga Sicilia, shpreh se qyteti i Gurt ka potencial të kthehet në një destinacion të veçantë për fluturime turistike dhe të eventeve ajrore ndërkombëtare. Tetori po e kthen Sarandën në një pranverë të dytë turistike. Shumë turistë të huaj, kryesisht nga Europa dhe Kanadaja, po e shijojnë detin në këto ditë të ngrohta vjeshte. Gjirokastra përkujton poetin Drito Roagolli në 94 vjetorin e lindjes. Vargjet e tij, të cilat erdhën në interpretimin e nxënësve të shkollave, ishin në qendër të aktivitetit të organizuar nga Biblioteka e Qytetit dhe Qendra për Hapje dhe Dialog. Ju njohim tani më gjërësisht. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen vlerësoi sot se Shqipëria është në rrugën e dur drejt Bashkimit Evropian. Presidentja e EKS vlerësoi ritmin rekord të negociatave të Shqipërisë drejt antarësimit në BE në 3 vitet e fundit. Presidentja e EKS u prit sot në takime të veçanta nga presidenti Bajram Begaj dhe kryeministri Edi Rama. Pas ceremonialit zyrtar, presidentja von der Leyen pati një takim me kryeministrin Edi Rama dhe më pas konferenca e përbashkët për shtyp. Ajo vlerësoi se Shqipëria ka patur ritmin më të kënaqshëm në çeljen e grup kapitujve, të cilët pritet të përmbyllen gjatë presidencës daneze të Bashkimit Evropian brenda vitit. Shqipëria është në rrugën e duhur drejt Bashkimit Evropian. Ju keni bërë rrugë të gjatë, progres, por unë dua të theksoj se është një progres i mrekullueshëm, shpejtësi rekord dhe përshpejtim të vërtet në 3 vitet e fundit. 5 nga 6 kapitujt janë hapur dhe të fundit do ta hapim këtë vjesht. E di përpjekjen tuaj personale dhe të ekipit tuaj në këtë udhëtim. Qëllimi është mbyllja e negociatave brenda 2027-s. Na pëlqen ambicia dhe ne jemi të gatshëm dhe me ju në çdo hap. Momenti gjeopolitik është këtu. Agresioni i Rusisë në Ukrainë ka riformuar kontinentin ton. Shqipëria e ka bërë zgjedhjen e saj mjaft të qartë. Jeni plotësisht në përputhje me politikën e jashtme dhe të sigurisë me BE-n dhe së bashku veprojmë si një. Ecurinë e procesit të negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian është duke ecur me shumë mbarësi dhe me shumë shpejtësi. Folëm patjetër edhe për planin e ri të rritjes që Bashkimi Evropian, Komisioni, nën udhëheqjen e presidentës von der Leyen ka vënë në dispozicion Ballkanit Perëndimor, duke i dhënë mundësinë çdo vendi që përkundër agjendës së reformave dhe realizimit të objektivave në kuadër të agjende të financohet nga Bashkimi Evropian në mbështetje të thellimit të mëtejshëm të reformave. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, e cila në Tiranë do t'i bashkohet edhe forumit të investimeve Bashkimi Evropian Ballkani Perëndimor, sa se mekanizmi i planit të rritjes do t'i ndihmojë vendet e Ballkanit Perëndimor të ecin me reformat e kërkuara për antarësimin në Union. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen mbërriti në Tiranë mëngjesin e kësaj të hëne dhe u prit në presidencë nga kreu i shtetit Bajram Begaj. Në fokus të diskutimeve ishte integrimi i Shqipërisë në BE. Pas takimit, presidenti i Republikës deklaroi se i ka bërë me dije diplomates europiane se integrimi në BE është mision kombëtar dhe Shqipëria është e angazhuar për të zbatuar të gjitha detyrat. Sot me presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, theksova se integrimi në Bashkimin Evropian është misioni dhe interesi ynë kombëtar. Ëndra jon 35 vjeçare që bashkon brezat dhe shoqërinë tonë, ndaj jemi të angazhuar për të bërë gjitha reformat, jo thjesht si detyra, por në përfitim të mirëqenies dhe begatisë së shqiptarëve. Presidenti Begaj theksoi se Shqipëria mbetet plotësisht e linjëzuar me politikën e jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian. Shqipëria mbetet plotësisht e linjëzuar me politikën e jashtme dhe sigurisë të BE-s dhe do të vazhdojë të kontribuojë aktivisht në misionet europiane për paqe dhe siguri. Antarësimin nuk e konsiderojmë dhuratë, por të bazuar në merit dhe si një investim në stabilitetin dhe forcën e vetë Europës.
Në përfundim, kreu i shtetit shprehu bindjen se Shqipëria do të vazhdojë të jetë partnere e besueshme dhe e përkushtuar në këtë udhëtim, duke theksuar se integrimi evropian është një investim i përbashkët për të ardhmen e kontinentit. Dropulli po shndërrohet të gjithnjë e më shumë në një destinacion tërheqës për vizitorët që kërkojnë të përjetojnë një udhëtim mes trashëgimisë, besimit dhe bukurive natyrore. Nga manastiri i Dhuvjanit me ikonostaset e tij unik deri në Hadrianopolin antik, dëshmia e një qytetërimi të hershëm, çdo ndalesë mbart histori e qetësi shpirtërore. Ministri e Arsimit, njëkohësisht deputete e qarkut Gjirokastër Mirela Kumbaro, ka ndarë së fundmi pamje nga ky objekt kulti, duke theksuar rëndësinë e ruajtjes dhe promovimit të trashëgimisë së pasur të Dropullit si pjesë e identitetit kulturor e turistik të jugut të vendit. Udhëtimi vazhdon në Dervician dhe fshatrat përreth, ku mikpritja dhe gatimet tradicionale të duarartave dropullite japin shije të veçantë çdo vizitori. Dy piloti italian, Massimiliano Chiani dhe Guerino Tricomi, sollën këtë fundjavë mbi qellin e Gjirokastrës një spektakël ajror mbretëslënës. Chiani mbi 20 vite përvojë si instruktor fluturimi dhe Tricomi pilot akrobatik nga Sicilia, shprehen se qyteti i Gurt ka potencial të kthehet në një destinacion të veçantë për fluturime turistike dhe eventet ajrore ndërkombëtare. Këtë vjesht aerodromi Gjirokastrës është ndërruar në një nga destinacionet kryesore për avionët turistik në rajon. Për 3 ditë me radhë, qyteti i Gurt pati mundësinë të përjetojë një spektakël ajror mbretëslënës me pjesëmarrjen e pilotëve italian Massimiliano Chiani dhe Guerino Tricomi. Stati molto contenti. Jemi prej 3 ditësh në Gjirokastër, fillimisht falenderojmë autoritetet lokale, Bashkinë Gjirokastër që na dha lejen për të ulur në aerodromin aeroportin e Gjirokastrës, cili ka kushtet perfekte për avionët tanë që të mund të ulen. Kemi vizituar dhe zonat përreth, përveç se kemi parë kalan dhe muzet brenda në të dhe për qark kësaj në gjithë qytetin kemi parë edhe zonat përreth Gjirokastrës, kemi parë disa kisha përreth Gjirokastrës dhe mund të them që eksperienca dhe mikpritja është mjaft e mirë. Synimet e pilotëve shkojnë përtej një udhëtimi të thjesht ajror. Non venire non soltanto noi, ma synojnë gjithashtu që të sillen dhe miq tan pilot, herë të tjera që ne do të vijmë për avioturizëm, që ata të mund të njohin zonën, mund të njohin pistën, dhe të njohin kulturën dhe qytetin tuaj. Funksionimi i rregullt i aerodromit ka filluar të tërheqë gjithnjë më shumë entuziastë të aeronautikës, ndërsa paralelisht po nxit zhvillimin e një forme të turizmit elitar, që kontribon në rritjen e profilit të qytetit si një destinacion kulturor dhe aventuresk. Tetori po e kthe në Sarandën në një pranverë të dytë turistike. Shumë turistë të huaj, kryesisht nga Europa dhe Kanadaja, po shijojnë detin në këto ditë të ngrohta vjeshte. Operatorët turistik dhe hotelet vijojnë aktivitetin, ndërsa interesi për guida detare mbetet i lartë. Këtë vjeshtë të bie në sy vizitorë nga vende të reja, si Brazili, Portugalia, Izraeli e India. Fundjava e dytë e tetorit ishte me prurje turistike të krahasueshme me nisjen e sezonit në Sarandë. Më së shumti frekuentues të plazhit ishin turistë huaj, që treguan se nuk është rasti që kanë zgjedhur të shijojnë bukuritë e Sarandës, përfshirë edhe zhytje në det në këtë periudhë përtej sezonit të zhurmshëm. We come from Norway. Vim nga Norvegjia. Është hera jonë e parë në Sarandë. Kemi qenë më parë në Durrës. Është hapësirë shumë e mirë për plazh. Uji ishte ngrohtë akoma, vendi shumë i bukur dhe jemi të mirëpritur nga njerëzit këtu. And good space on the beach. Liridoni thot se është nga Kosova, por ka ardhur me pushime nga Gjermania, ku ka emigruar që ta shijojnë tetorin e Sarandës së bashku me bashkëshorten e huaj Kristina dhe fëmijën e vogël. Kemi zgjedhur tetorin puna se tash është më e qetë, edhe me djalë të vogël jemi, kështu si për neve në këtë kohë ma mirë. Shumë plazhe mirë, qetë, super koha mirë. Kemi ardhur me pushime. Kemi sjellë edhe fëmijën ton këtu. Mendoj se është vendi dhe koha më mirë për pushime familjare. Vëmendjen e një grupi të madh turistësh suedez e tërhoqi dëshira për të njohur me të veçantat e qytetit, prandaj ditën ja kushtuan eksplorimit të atraksioneve të tij. Dy zonja nga Kanadaja na thanë se e dashurojnë Shqipërinë dhe se janë këtu për ta treguar këtë. Tetori me këtë diell dhe me këtë ngrohtësi natyrale është zgjedhje mençur, po ti shtosh edhe ngrohtësinë njerëzore që gjejmë këtu, shprehën ato.
We don't see much. Nuk kam parë akoma shumë gjëra për momentin, por jam kurioztare. Akoma nuk jam futur më det, por do ta provoj. Not yet. Një grup shokësh thanë se vini nga UK në Sarand. Pse në tetor? We've chosen Albania. Kemi ardhur si grup miq nga UK në Sarand. Është qytet i bukur. Tetori ka më pak njerëz dhe jep më shumë mundësi për të shijuar qytetin. Ushqimet dhe mikpritjen vendase. We came in October. Na pëlqen të vinë në tetor, kur të gjithë i kanë mbaruar pushimet dhe ne i fillojmë tani. Our first time we come here. Jemi për herë të parë dhe na duket shumë bukur në Shqipëri. Kemi ardhur për relaks. Nga Limani shikon të shkëputen skafe me grupe turistësh në port që përfshihen në guida ditore lundrimi. Edi Mejdi është një nga operatorët që vazhdon të ofrojë guida të tilla, ashtu si vijojnë sezonin në tetor dhe jo pak struktura hoteliere dhe restorante që punojnë gjatë gjithë vitit. Tetori ka qenë gjithnjë i veçantë, por për shkak të motit ka rënë pak temperatura, themi të drejtën. Ka bërë që numri të jetë paksuar pak në krahasim me vjet, por si tetor përsëri mbetet një tetor i fortë në numrin e turistëve. Turistët e huaj që dominojnë sezonin e vjeshtës në Sarand janë gjermanët, polakët dhe anglezët. Risi e kësaj vjeshte janë turistët nga Brazili, Portugalia, Izraeli e India. Turistat jashtë sezonal, po prap në krahasim me vjet duken turista me nivel më të lartë. Edhe ata pak që janë, i kanë zvendësuar ata që kanë qenë vjet për shembull. Për nga prurja turistike që vazhdon, tetori në Sarand me kalendar është vjeshta e dytë, por është i gjashëm me një pranverë të dytë turistike. Fermerët në zonën e Lunxhërisë kanë nisur korrjen e misrit, e cila këtë vit erdhi pak më vonë për shkak të kushteve klimatike. Sipas fermerit Vangjel Kondi, prodhimi është i mbar dhe pritet të sjellë të ardhurat të mira për familjet që merren me bujqësi. Pas përfundimit të korrjes dhe tregtimit të misrit, fermerët do të vijojnë me plugimet për përgatitjen e tokës për sezonin e ardhshëm. Fermerët në zonën e Lunxhërisë kanë nisur këto ditë procesin e korrjes së misrit. Në parcelat e mbjella, makineritë bujqësore dhe duart e punëtorëve janë në lëvizje të vazhdueshme për të mbledhur prodhimin e këtij sezoni. Për shkak të kushteve klimatike, korrja e misrit këtë vit ka ardhur pak më vonë se zakonisht. Megjithatë, fermerët shprehen se kjo vonesë nuk ka ndikuar në cilësinë dhe sasinë e prodhimit. Sot është dita e parë. Sot era të provoj, jo të korr, sepse do të marrim lagështirën, pastaj të vendosim do korrim apo jo. Në Lunxhëri nuk ka shumë, vetëm unë kam rreth 20 hektar sipërfaqe misri, edhe sot si me pishmallë kërëm do korrim. Arsyeja është klima, shirat janë këto 2-3 ditë. Do marrim lagështirën, pastaj shikojmë e bëjmë. Deri tani mirë duket. Prodhimi me kushtet me klimën që kalojmë gjithë verën, është prodhimi i mbar themi. Pastaj shikojmë e bëjmë. Hitet në magazin, ambalazhohet, shitet edhe fillojmë përsëri punën në janar. E keni të siguruar pjesën e shitjes? 90% po, e kemi të siguruar. Menjëherë pas përfundimit të korrjes dhe tregtimit të misrit, fermerët e Lunxhërisë do të nisin punimet për përgatitjen e tokës dhe plugimet për të qenë gati për sezonin e ardhshëm bujqësor. Pastaj fillojmë përsëri nga plugimet. Ti bëjmë gati për periudhën e mbjelljes për në mars, sepse plugohen që tani në dhjetor, edhe në shkurt punojmë përsëri dhe në mars-prill fillojmë mbjelljen. Këto janë ditët që merreni vetëm me korrjen e misrit? Po, këto ditë po. Vetëm korrja e misrit. Edhe pse bujqësia në Lunxhëri përballet çdo vit me sfida të ndryshme, fermerët mbeten të palodhur dhe të vendosur për të vazhduar punën në tokë. Për ta çdo sezon është një mundësi e re për të ruajtur traditën dhe për të siguruar jetesën përmes prodhimit vendas. Në vijim të punës së shërbimeve të policisë kufitare me qëllim parandalimin dhe goditjen e krimeve në kufi, në dalje të Shqipërisë u krye kontroll në çantën e shtetasit me inicialet HJ ku u gjetën 13.200 euro, të cilat ky shtetas nuk i kishte deklaruar konform ligjit. Në vijim të veprimeve procedurale për rastin, specialistët për hetimin e krimeve në Drejtorinë Vendore të Policisë Gjirokastër referuan materialet në prokurori, ku nisi procedim në gjendje të lirë për veprën penale, mosdeklarim në kufi të dhe i sendeve me vlerë. Për shtetasin me inicialet HJ, 31 vjeç banues në Berat. Gjithashtu u sekuestrua në cilësinë e provës materiale shuma e eurove. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Gjirokastër për veprime të mëtejshme.
Gjirokastra përkujton poetin Dritëro Agolli në 94 vjetorin e lindjes. Vargjet e tij të cilat erdhën në interpretimin e nxënësve të shkollave ishin në qendër të aktivitetit organizuar nga Biblioteka e Qytetit dhe Qendra për Hapje dhe Dialog. Jeta dhe vepra e poetit Dritëro Agolli ishte sot në qendër të aktivitetit të organizuar në Bibliotekën Apostol Meksi në Gjirokastër në kuadër të muajit të letërsisë, por edhe ditës së lindjes së tij që është 13 tetori. Veprimtaria kushtuar Agollit nisi me një prezantim të historikut të letërsisë shqipe për të ndalur pikërisht te ky i fundit nga punonjësit e bibliotekës. Ndërsa vargjet e poetit ton të madh erdhën në interpretimin e nxënësve të shkollës Koto Hoxhi. U plakën, lindën e ikën larg, ose harruan atë prag. Paska se shkuan në mërgim, sërish më erdhën fluturim. Më vjen në mendje një shtëpi, me mollë, dardhë dhe avlli. Poezia e Agollit quhet për dashurinë ndaj njeriu të thjeshtë, ndaj tokës dhe atdheut ku lindi. Agolli është shumë i thjeshtë dhe komunikues me çdo lloj lexues. Në prozë ai ka botuar dhe romanet si Shkëlqimi dhe rënja e shokut Zylo, Arka e Djallit dhe Njeriu me topë. Ky aktivitet përkujtimor u organizua nga Biblioteka Apostol Meksi dhe Qendra për Hapje dhe Dialog në Gjirokastër. Biblioteka Apostol Meksi sot zhvilloi një aktivitet në kuadër të muajit të letërsisë dhe të artit, i cili përkon dhe me ditëlindjen e shkrimtarit Dritëro Agolli. Këta aktivitet e organizua me nxënës të shkollave, të cilët u njohën kryesisht me veprën e tij, me jetën dhe gjithë krijimtarinë e shkrimtarit. Ata interpretuan disa fragmente nga vepra e tij, ndërkohë që ne prekëm pak dhe shkrimtarin Migjeni, i cili edhe ai sot ka ditëlindjen. Dita e sotme përkon me ditën e lindjes së Dritëro Agollit, një figurat më të shquara të letërsisë shqipe, si dhe të Migjeni. Aktiviteti sotëm i cili sapo përfundoi bëi fjalë për ekspozitën e qelur, për njohjen e fëmijëve dhe të gjithë nxënësve të shkollave dhe afrimin e tyre sa më afër me Bibliotekën e Qytetit. I ndar nga jeta në shkurt të 2017-s, Agolli la pas krijimtari mjaft të pasur në gjini e lloje të ndryshme, poezi, poema, tregime, novela, romane, drama, skenar, filmash e të tjerë. Është fitues i disa çmimeve dhe i nderimeve të tjera. Disa prej veprave më të rëndësishme të tij janë përkthyer në perëndim dhe në lindje. Nga një botë ku suksesi kërkon përkushtim, pasion dhe këmbgulje, Matilda Aksenjo është shembulli më i mirë se si ëndrat bëhen në realitet, me punë dhe dashuri për atë që bën. Prej 25 vitesh ajo ka ndërtuar me duart e saj një histori suksesi në fushën e parukerisë dhe make-upit profesional, duke kthyer pasionin në një emër të njohur dhe të respektuar në botën e bukurisë. Prej 25 vitesh, Matilda Aksenjo ushtron një prej profesioneve më të bukur, por edhe më të vështirë. Atë të stilimit të flokëve dhe realizimit të një make-upi profesional, me duar të arta dhe pasion të palodhur, ajo ka bërë që shumë gra e vajza të ndihen më të bukura dhe më të sigurta në veten e tyre. Matilda e ka nisur rrugëtimin e saj profesional që në moshën 25 vjeçare, me shumë dëshirë dhe përkushtim për artin e parukjerisë. Me kalimin e viteve ajo ka fituar përvojë, njohje dhe dashurinë e klienteve të saj të shumta, duke e kthyer pasionin në një histori suksesi. Ka filluar me shumë dashuri. Unë e adhuroj parukerin, e adhuroj flokët, adhuroj make-upin, adhuroj çdo gjë që është e bukur. Kam sakrifikuar pafund. Në radhë parë familjen time, në radhë të dytë veten, po ja dola. Çdo pjesë se cilës vajzë ka qenë mësimi im, sepse unë zgjodha klientelën më të mirë, ajo që ishte më e mira e jugut. Vinte dhe kërkonte dhe unë kështu mësova. Mësova, kërkoja, vazhdoj, s'kam lënë seminare pa shkuar, 25 vite. Është e gjitha pasion. Është diçka e bukur të cilën unë e kam kështu nga brenda. Sa e bukur është pjesa e stilimit të flokëve, e make-upit më vete? Unë di të them vetëm kaq, që kur një vajzë mbaron dhe të thotë faleminderit Matilda, ose kur vjen dhe të thotë me një tort të madhe je më e mira, ose kur një baba ka ardhur dhe më ka puthur në ball dhe më ka thënë të lumshin duart, këto janë gjërat më të bukura që unë nuk i harroj domethënë asnjë moment. Kam marrë në 4, kam marrë në 3, kam marrë në 5, kam bërë deri në 13 dhe 14 nuse në ditë. Në ditë. Shumë emocionuese kjo pjesa e nuseve, apo jo? Është gjëja më e bukur dhe kam thënë gjithmonë,
që ne kemi vetëm një gjë për të zgjedhur, ditën e dasmës. Për të gjitha të tjerat vendos Zoti. Sa e vështirë është, Matilda, përveç pjesës së bukur, me orarin? Është e vështirë. Me orarin, lëre, unë e rregulloj. Me oraret nuk jam shumë korekte, po gjithmonë ka diçka që ndodh për diçka. Moment mund të mos i pëlqej, moment mund të mos jetë mirë, emocionet e tyre të brendshme janë gjithmonë shumë të forta, dhe kështu që ndodh që sa e vështirë është pjesa e krehjeve, pjesa të realizoshme i kapin ashtu siç ta kërkon një klient. Shiko, unë kam një staf të shkëlqyer tani. Në fillim ndoshta e bëja vetë të gjitha, edhe lavamanin, edhe krehjen, edhe bojën, edhe të gjitha. Po me anë të stafit i mbaron të gjitha. Unë them që po ke dëshirë i bën të gjitha. Në 25 vjetorin e hapjes së biznesit të saj, Matilda vjen në qytetin e Gurt me një ambient të ri, modern dhe të ngrohtë, të dedikuar vajzave, grave dhe nënave. Hapja e këtij ambienti të ri shënon një tjetër kapitull të rëndësishëm në karrierën e saj. Sot po vini me një ambient krejt të ri. Po, ambienti është shumë i ri, është shumë i bukur. Këtë më duket sikur kam ndruar vend në fakt. Nuk e di, është shumë bukur, të thash. Të gjitha ato që thash janë të vërteta. Unë falenderoj pa mas të gjithë. Në radhë të parë të gjithë klientelën time. Ato më bërën kjo që jam. E dyta, e thash, bashkëshortin tim i cili ka qenë pjesë e rrugtimit tim më të madh, fëmijët e mi, prindrit që i kam çdo hap, dhe të thash, ajo dora e fundit e mobilierit, e çfarë ta them unë, ka bërë çdo detaj që edhe atë detaj të cilin unë e doja, po shiko, po kjo, edhe atë e ka rregulluar dhe e ka bërë kështu, në asiri siç themi ne. Sa emocionuese është pjesa që sot mbush një 25 vite? Është më shumë se emocionuese, nuk e u shpjegoj, do të shumë bukur. Ndihem shumë e fat që ju kam të gjithave. Kam futur bojra të reja, të cilat janë goxha të mira në treg, që mbajnë, kanë shkëlqim, ku do ndjeni flokët tuaja shumë të lehta, shumë të buta, ku keratina mban atë pjesën e bukur, të drejtë, ondet bëhen më të bukura, shkëlqimi i flokëve, boja mban më mirë. Në këtë përvjetor të veçantë, parukeri Matilda ka shpërndar 25 dhurata simbolike përmes një shorteu gjatë inaugurimit të ambientit të ri, si shenjë mirënjohjeje ndaj klientëve që e kanë mbështetur ndër vite. Ky është profesioni i ëndrrësime dhe do ta vazhdoj derisa të kemi jetë shprehet ajo me emocion. Të vetme gjë që do t'ju them gocave është mos përdorni kur pjastrën. Të vetme gjë. Të gjitha të tjerat le të vinë pranë ambienteve tona dhe do t'i gjejnë edhe për kurim floku, edhe për stilim, edhe për të ndier ajë të bukura në momentet më të bukura të tyre. Unë kam darë të gjitha dhurata faktikisht, sepse secila nga ato prepina të ketë diçka, duhet të ketë diçka patjetër në atë diçka nga imja, një copës të vogël nga imja. Sa do e vazhdosh këtë profesion? Se di, nuk besoj se do dalë ndonjëherë, s'do dalë ndonjëherë në pension. Me pasionin dhe përkushtimin e saj, Matilda dëshmon se suksesi ndërtohet me punë, dashuri dhe besim në vetvete. 25 vite përvoj janë vetëm fillimi një udhëtimi që ajo premton ta vazhdojë me të njëjtin entuziazëm, njësoj si ditën e parë. Ishim në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë, miru pafshim.